21, sezoni 6, podcasti Flasim, fillojmë me shënimet e javës. Këtë javë, Shqipëria u zgjodh me vot unanime në krye të Forest Europe, Europa e pyjeve, për mandatin 2026-2030, duke marrë stafetën nga Suedia. Bëhet fjalë për platformën më të rëndësishme pan-europiane, ku janë Bashkimi Evropian dhe 45 vende europiane, që adreson pikërisht fushën e pyjeve dhe të menaxhimit qëndrueshëm të burimeve natyrore, duke i referuar pikërisht pyjeve. Ky është një vendim që ka një domethënie. Dhe domethënia ma hamendja është e kuptueshme për gjithë, nëse i bëjmë pyetjen vetes, a mundet vallë të mendohet se Shqipëria mund të zgjidhej në krye të organizate kaq të rëndësishme 10 vjet më parë? 10 vjet më parë, kur në zonat tona të mbrojtura kërciste gjuetia e palishme dhe flamengot jo vetëm që vriteshin, por dhe haheshin. 10 vjet më parë, kur pyjet priteshin dhe kamionët me dru pyesh vinin vargan lart e poshtë nga veriu në jug. 10 vjet më parë, kur as nuk bëj fjalë për zonat mbrojtura, se zonat e mbrojtura që ishin tokë pa zot, ndërkohë që shumë çka që duhej vënë mbrojtje vetëm bëhej pre e babzis. Sa hidrocentrale do të ishin ndërtuar në Vjos, nëse 10 vjet më parë ne nuk do t'i kishin thënë stop gjithë marrëzisë Shqipërisë, mini superfuqi energjetike e rajonit. Çfarë do kishte ndodhur sikur në këto 10 vjet ne mos ta kishim zgjeruar hartën e zonave të mbrojtura në 25% thuajse të gjithë territorit të Shqipërisë, e të tjera. Pra, fakti që nuk e imagjinojmë dot që Shqipëria do të ishte zgjedhur në krye të këtij forumi dhe merrte stafetën nga Suedia, dhe mbi të gjitha që Shqipërinë do e mbështesnin fuqishëm dy vende, të cilat kanë një reputacion absolut për sa i përket mënyrës se si mbrojnë dhe administrojnë pyjet, Republika Federale e Gjermanisë dhe Mbretëria e Bashkuar. Pra, fakti që besoj nuk e imagjinojmë dot të gjithë së bashku, pavarësisht dallimeve që mund të kemi në të gjitha aspektet e tjera. Që nuk imagjinojmë dot se Shqipëria do të merrte kryesimin e Forest Europe. Nga Republika Federale e Gjermanisë dhe Mbretëria e Bashkuar, duhet të na thot diçka edhe për të sotmen. Duhet na thot diçka edhe për si në të sotmen qeverisin dhe udhëheqin ata të cilët e kanë bërë këtë transformim. Dhe fakti që këtë javë Shqipëria ka marrë dhe një tjetër lajm të mirë, përfshirjen e liçenit të Shkodrës në biosferën e UNESCO-s. Një tjetër shembull domethënës që në Shqipëri nuk qeveris një forcë që shkatron, qeveris një forcë që ndërton. Nuk qeveris një forcë që abuzon me mjedisin edhe me trashëgiminë natyrore apo kulturore, po qeveris një forcë që në të kundërt kërkon që të harmonizojë të dyja bashkë, sepse të mendosh që zgjidhja është ose të konservosh ose të ndërtosh,
do të thotë mos kishe kuptuar asgjë nga të gjitha zhvillimet e dekadave të fundit dhe mbi të gjitha mos kishe kuptuar asgjë nga domosdoshmëria që njerëzit të rrisin mirëqenien e tyre, duke vënë në funksion të rritjes mirëqenies edhe burimet natyrore, por nga ana tjetër që burimet natyrore të mund të jenë aty për njerëzit, duhet të jenë nën kujdesin, nën përkujdesjen, nën syt e njerëzve për t'i ruajtur, për t'i mirëmbajtur, për t'i ushqyer dhe për t'i bërë ende më të vlefshme, qoftë në ato çka ato paraqesin, qoftë në atë për çka ato shërbejnë. Këtë javë shkova dhe takova banorët e zonës së Zvërnecit. Në një takim që për gjithë ata që duan dëgjojnë është i postuar në faqen time, vlen shumë më shumë se çdo ulërim, çdo zhurmë, çdo kuje, çdo shqetësim, manipulim, falsifikim, spekulim nga çorba e ditëve të fundit. Aty takova njerëz që u fyen, u masakruan nga Flamengot Online, si njerëz të mbledhur me zor, si njerëz të mbledhur kokra, si njerëz që nuk përfaqësonin komunitetin etj, ndërkohë që ata janë njerëz që jetojnë në atë zonë. Ajo zonë nuk është një zonë mbi populluar, është një zonë ku ata njerëz që kanë interesa aty, që punojnë aty, që i pretendojnë pronat e tyre aty, madje aty ku do të zhvillohet projekti, që mbajnë familjet e tyre nga aktivitetet vogla aty, nga shërbime dhe nga Shqipërisë. E kanë secili për agjendën e vet në vendet ku janë. Disa e kanë me Izraelin, që u fut kot fare në këtë mes, ndërkohë që investitorët kryesor janë dy vëllezër musliman të famshëm në lindjen e mesme për sukseset dhe investimet e tyre dhe
që vinë nga Katari, një vend që s'ka marrëdhënie me Izraelin. Disa tjerë kanë kundër presidentit Amerikës, të cilin gjysma e duan, gjysma e urrejnë, dhe ndaj të cilit mediat dhe të gjitha sistemet online turren për çdo gjë. Disa tjerë kanë se nuk duan që Shqipëria ta ketë këtë projekt. Janë konkurrencë normal, të vinë 4 miliard në Shqipëri dhe me këto emra Shqipëria bëhet një pikë referimi si asnjëherë më parë dhe si asnjëherë më pas në rast se ne humbim këtë mundësi. Po ndërkohë, mos harroni që ka një mundësi shumë të madhe që gjithë këto rrëmuja që dalin nëpër media, nëpër rrjete online, ndryshe nga çfarë është realiteti këtu, që ka një turm në bulevard, një turm shumë biodiverse, që nga të marrët që fusin rrethin katror dhe pastaj i quajnë rrethin katror, tek lloj-lloj personazhesh që kërkojnë like dhe që jetojnë me like, influencera që fitojnë paratë e dynjas përmes rrjeteve sociale dhe spaguajnë një kokërleku taks. Të tjerë që janë delirant me flamurin të lidhur këtu në fyt, edhe që e vënë qeleshen si një certifikat pasërtie patriotike. Të tjerë që janë realisht shqetësuar, vajzat e djemë që duan të shfrynë pakënaqësitë e tyre, e të tjerë, është një turm normale. S'ka si problem. Bukës dhe i Zemrës, festivali ndërkombëtar që sjell në Tiranë një numër mbreslënës, arkitektësh dhe profesionistësh të zhvillimit urban, duke praktikisht mbledhur rreth një sofre personalitete të jashtëzakonshme. Fitues të Nobelit të arkitekturës Pritzker Prize, të cilët vinë nga të gjithë kontinentet, nga Europa, Azia, Amerika Veriore, Amerika Latine, dhe të cilët ishin mbi 600 këtu, pastaj edhe së bashku me partnerët e tyre lokal, me vajza e djemë që merren me arkitekturë, merren me shëndim urban, dhe që faktikisht jetojnë ditë vërtet të paharrueshme
të karrierës tyre, sepse bashkëpunojnë me mjeshtat më të mëdhenj në një shkollë të hapur arkitekture dhe planifikimi urban, siç është bërë sot Shqipëria. Tirana u kthye në një hapësirë shkëmbimi idesh, përvojash mes këtyre personaliteteve, të cilët kanë parë shumë, të cilët udhtojnë shumë, të cilët bëjnë projekte kudo, të cilët janë kudo të ftuar dhe mirëpritur, por të cilët janë absolutisht mirënjohës për këtë mundësi që i jep festivali për të qenë së bashku dhe për të ndërvepruar së bashku, gjë që nuk e bëjnë në pjesën tjetër të rrugtimit të tyre. Dhe mes tyre ishte edhe Dong Yugan, pasuesi, pasarsi i arkitektit legjendar Kong Jian-yu, aktualisht drejtuesi i studios prestigjioze Tourscape, një prej emrave më të vlerësuar në botë në fushën e arkitekturës peizazhit. Dhe Dong Yugani është faktikisht udhëheqësi i konsulencës për peizazhin e mbrojtjes së Vërnecit brenda grupit të madh të punës me projektin të cilin flamengot e veshur me flamur dhe që flasin dhe rëndom nuk din çfarë flasin në bulevard kërkojnë që ta anullohet. Projekti është duke u zhvilluar, është duke u punuar, është duke u materializuar hap pas hapi nën syt dhe falëmendjes disa prej arkitektëve më të mëdhenj të botës. Dhe Dong Yugani është pjesë e atij grupi, së bashku me inxhinier mjedisor nga më të mirët në botë, së bashku me ekonomist, së bashku me studius të cilët do të merren me impaktin ekonomik dhe social, me impaktin ambiental e kështu me radhë. E kam thënë dhe po e përsëris këtu në këtë çorb që zihen me zhurma të mëdha, është vështirë që të kaloj fjala e thënë me decibelet normal, po e kam thënë dhe përsëris. Ai grup ka ardhur në Vlorë, atëherë kur u fol vetëm për ardhjen e Ivanka Trumpit, por ishte një vizitë dyditore me atë grup të madh dhe janë bërë diskutime, workshope dhe një workshop i veçantë ka qenë që i gjithë grupi është ulur dhe ka dëgjuar disa profesorë me reputacion të lartë në Shqipëri, profesor të historisë, profesor të gjeografisë, profesor të etnologjisë e kështu me radhë. Kështu që është e pakonceptueshme, duhet të jesh komplet i papërqendruar që të besosh se ata njerëz janë bashkuar bashkë, ata bashkë investitorë që mund të shkojnë kudo në botë dhe që kanë bërë plot gjëra nëpër botë, të krijojnë këtë ushtri të madhe njerëzish ëndrimtar edhe ambicioz për të ardhur dhe për të vrarë flamengot. Duhet të jesh komplet i papërqendruar që ta hash këtë lloj flamengoje. Kështu mendoj unë. Gjithsesi, siç thash, i kemi të qarta punët në demokraci, disa zgjidhen për të punuar, disa punojnë për të zgjedhur, disa të tjerë as punojnë as zgjidhen, por protestojnë, disa punojnë, protestojnë, punojnë, disa të tjerë nuk dinë as vetë se çfarë kërkojnë. Është liri, është demokraci. Shiu ka punën vet, ne kemi punën tonë, thoshte legjendari Loro Buriçi. Kjo javë ishte e rëndësishme edhe për samitin e Bashkimit Evropian me Ballkanin Perëndimor në Tivat. Në Tivat nuk kisha shkuar asnjëherë, u detyrova të shkoj se s'kisha për të shkuar pa bërë më parë portin turistik të Durrësit. Kështu e kisha ndarë në mendjen time, një fiksim i palogjikshëm, por nganjëherë
siç tregojnë edhe këto rrëmujat e ditëve të fundit, logjika nuk është ajo që vendos gjithmonë. Vendosin dhe emocionet, vendos edhe në farë mënyrë budallëku i njeriut. Dhe ishte një lloj budallëku imi për të vërtetës, por ishte emocional, që nuk doja të shkoja në Tivat, sepse nuk doja të shikoja Port of Montenegro. Nuk doja të shikoja Port of Montenegro, sepse Port of Montenegro është një top që i ka kaluar për shalës Shqipërisë dhe ka përfunduar në Malzi. Dhe historia e Malizi është përcaktuar nga Port of Montenegro si një histori e një vendi turistik që nuk ka bujqësi, nuk ka fabrika, nuk ka prodhime të tjera, po ka një bukuri që e ka vënë dispozicion të ekonomisë përmes investimeve të ekselencës. Dhe ai që ndërroi dhe që e konceptoi Port of Montenegro, më parë se të shkonte atje, si një top i shtyr nga uji, përmes shalve që ishin të hapura thjesht dhe vetëm për të marrë përfitime babëzie, duke e përdorur Shqipërinë si pronë, do të bënte Durrës. Do të bënte Durrës, kishte bindjen që një port turistik pranë amfiteatrit më të madh që romakët kanë ndërtuar jashtë Romës, do të ishte një histori e jashtëzakonshme suksesi. Gjë që do ta tregoj natyrisht historia e re, por shumë e vonuar, jo për fajin tim dhe tonin, e projektit të portit turistik të Durrësit. Dhe u prit me sytë të xhepi, edhe ju kërkuan gjigja, kështu që iku në Malzi, e ndërtoi Port of Montenegro dhe Tivati, nga një gjë me rreth 10.000 banor që ishte i vetmi gjë që nuk frekuentohej nga turist, sepse ishte një bazë ushtarake e Jugosllavisë me ujë të ndotur e kështu me radhë, u kthye në motorin më të madh ekonomik të Malizi. Dhe Malizi që nga i moment pa shumë hajër, sepse pasuan investimet të tjera, one and only, hoteli one and only, në Europë është ndërtuar vetëm Malizi. Do ishin në Shqipëri të gjitha këto. Sikur ata që mos qofshin, domethënë të mos i kishin lënë të kalonin kështu këto topa, dhe sikur të kishin menduar për Shqipërinë dhe për gjitha këto tema që flasim sot. Gjithsesi, në Tivat unë shkova, nuk kisha çfarë bëja, dhe më vjen shumë mirë them që samiti ka qenë një samit mbase më interesanti nga pamja e përgjithshme e shtyrjes së disa gjërave dhe shtyrjes një çështje të përshpejtimit të zgjerimit, ama një gjë është pak po e sigurt që Shqipëria u vlerësua si një vend që është pranë antarësimit. Shqipëria u vlerësua për të gjitha ato që ka bërë dhe si një vend që është pranë. Ndërkohë që zëri ynë u dëgjua qartësisht përsëri, unë ngrita të gjitha ato për të cilat kam kohë që përpiqem dhe brenda atij rrethi, sepse një gjë e kemi arritur. Në atë rreth nuk ka më kush jam unë, kush je ti, siç ka pas qenë dikur, të gjithë i dëgjojnë me respekt dhe na dëgjojnë me respekt. Dhe unë kam shumë shpresë që do të kemi lajme shumë të mira shumë shpejt përsëri në atë aspekt, dhe jam edhe më i bindur sot se çisha përpara këtij samiti që ne do të arrijmë atë që duam të arrijmë. Do të arrijmë atë që duam të arrijmë. Dhe takimi me kancelarin Merz ishte provë absolute e faktit që vlerësimi është maksimal, mbështetja është maksimale dhe vetëm puna është ajo që nuk na e bëjnë dot as gjermanët, as italianët, as francezët, por duhet ta bëjmë vetë. Kështu që të gjithë në punë, secilin punën e vet. Faleminderit shumë. Do thoni ju çfarë lidhje kanë vezët me inteligjencën artificiale. Se me inteligjencën artificiale çdo gjë mund të bëhet, po s'bëhet dot vezë. Nga veza mund të dalin shumë gjëra, apo s'del inteligjencë artificiale. Po ja që ka një lidhje, dhe e lidhja mes tyre
janë dy çifte që nuk e njohin njëri tjetrin, por që janë bashkuar në këtë tryezë, pasi kanë shprehur dëshirën që të jenë pjesë e këtij rrugtimi të podcastit Flasim. Përmes adresës son flasim @kryministria.al dhe natyrisht për të treguar historinë e tyre, ndërkohë që unë, siç e dini, jam në shërbim të gjithë atyre që në këtë vend ndërrojnë, projektojnë, përpiqen të vënë në zbatim, zbatojnë, bëjnë sukses, të shtojnë, rikthehen, ndërtojnë sukses, apo të atyre që nuk janë në këtë vend fizikisht, po që janë të lidhur me gjithë farë arsyesh me këtë vend, dhe jam shërbim për të bërë publicitet. Dhe më vjen shumë mirë që sot t'i bëj publicitet dy subjekteve shumë të vlefshme, jo vetëm për krijuesit e tyre, por për shumë kënd tjetër. Për vezët nuk ka nevojë të them se janë të vlefshme, se mua personalisht më pëlqen shumë, unë ha shumë vezë, që i vogël. Dhe dihet pse janë vlefshëm. Ndërkohë që është shumë interesante të mësoni historinë e një modeli të inteligjencës artificiale që ju vjen në ndihmë nëse keni një biznes. Këtu me mua janë Sandri, Viola, Elisa dhe Sildi. Kush është Sildi? Po kush është? Se ka ardhur në Sildi? Jemi një çift të rinj që kemi vendosur. Jemi një çift i bekuar, i martuar, apo i... Një çift i fejuar. Fejuar. Mirë. Do më jeni midis bekimit dhe martimit. Bukur. Në atë rrugë. Okej, këto i them unë që t'ju lehtësoj pak nga emocionet, se shoh që ke emocione, mos ke emocione fare, kjo është bisedë e lirë. Po pse do të martohesh në si ditë? Çfarë ju lidh bashkë? Ne jemi takuar para shumë vitesh dhe sepse kemi studiuar në të njëjtën shkollë bashkë, kemi ritakuar pasi jemi kthyer në Universitetin e Poka. Më pas kemi emigruar për studiuar jashtë, unë kam studiuar në Francë, Sildi në Angli. Nuk ishim bashkë. Faktikisht, po kishte shkëmbyer shumë vështirë. Thjesht po kjo si shifte, si ishte puna? Jo, faktikisht kemi pasi marrëdhënie pak më formale, por kemi qenë te Poka, se unë kam qenë presidenti i këshillit studentor. Edhe Poka ka qenë zëvendëse, kështu që ka qenë një marrëdhënie institucionale. Edhe ta them muzika që marrëdhënia. Marrëdhënia ka qenë që ty të ka pas pëlqyer shumë Elisa. Po nuk e pas kurant ja thosh, megjithatë je ngushëlluar dhe të ka mjaftuar që duke shfrytzuar marrëdhënie institucionale të kesh komunikim vazhdueshëm me të. Ka mundësi edhe kjo. Asaj ti nuk është të pëlqyer specifikisht, por i e dukur një djalë i mirë dhe e ka menduar her pas here se ti nuk është se nuk e ke parë ndonjëherë, po ka thonë çfarë mendoj për këtë, ky ose ka kurajet ma thot, ose se ka mund një unë, kështu që unë vazhdoj jetën time në Francë. Jam afër të vërtetës? Deri diku. Deri diku. Po më kaq më jep, ti kaq deri diku më jep, s'ma jep dot gjithën. Ti shkove në Francë dhe studiove? Innovative Information Systems. Në Toulouse të Francës. Po. Ti shkove në Angli? Unë shkova në Londër. Dhe studiove? Data Science tek City University. Domethënë të dy praktikisht u futët në botën e më thellë në botën e teknologjisë. Ndërkohë në shkollën këtu kishit studiuar informatik? Informatik biznes, informatik ekonomike. Dhe u kthyehet dhe u gjendët jo institucionalisht në një event. Në një prej eventeve të organizuara nga Startup Albania. Dhe nga ai event unë Jack kam 2 vite që kam një startup dhe që kemi aktualisht dhe në Shqipëri nëpërmjet Plug and Play. Dhe menduam fillimisht se një bashkëpunim pune, duke qenë se Sildi më parë ka pasur dhe një agjenci marketingu, edhe unë një startup dhe pse jo
të bëjmë një bashkëpunim pune së bashku dhe nga ai bashkëpunim lindi një takim tjetër dhe u bëm çift. Tashti unë dua edhe këtë. Patjetër. Kush e theu akullin? Po tani A shef? më takon pak mua do të A, jap. shef. Po. A? O kuptuam. Domethënë unë e kam parë drejt jo. Në fund fare më e peqë, ajo të ka, se ajo aty në herën e dytë, një takim pas takimi, ajo ka filluar të vëzhgojë dhe të thotë, edhe në qoftë se i ke pëlqyer, ka thënë nuk mund t'i them që më pëlqen, një alamet çuli me një kokë të madhe siç e ke Ibrahim, që s'ka kurrë ma thot, ose që s'më pëlqen, kështu pse të hyjmë këtij risku? Është pak a shumë kështu? Po. Pak a shumë. Po e mori guximin kështu. Nëse këtë e zgjidhëm. Si filloi bashkëpunimi? Bashkëpunimi në fakt filloi Bashkëpunimi jo shpirtëror edhe fizik, bashkëpunimi teknologjik. Bashkëpunimi në fakt filloi goxha natyrshëm, sepse pam të njëri tjetri që na u pushnin shumë vizionet për teknologjinë dhe specifikisht për t'i ofruar dhe bizneseve apo startupeve të cilat kishin nevojë për një produkt, le të themi, apo për të vënë në jetë idenë që ato kanë në kokë, sepse duhet kemi parasysh që shumica e sipërmarrësve, një pjesë e mirë e tyre që kanë ide vërtet shumë të mira, ndoshta nuk kanë atë aftësinë teknike apo nuk kanë mundësinë që ta visualizojnë një produkt digjital. Dhe pikërisht këtu ishte ajo ku ne u puqëm, ku ne kishim një vizion të njëjtë dhe sigurisht përveç startupeve është dhe pjesa e bizneseve të vogla të mesme, për cilat ne besojmë që me epokën që po vjen, me turizmin që po rritet. Stop se do vim të këto. Erdhën se erdhën vezët. Erdhën vezët dhe unë jam i bindur që erdhën sepse Sandri do që unë t'ja u tregoj, ja ku është veza Savio, super vezë që kanë këtu. Ti do dëshmosh që ju do dëshmoni që unë nuk kam kërkuar asnjë gjë për të bërë reklamë. Është falas. Pa diskutim. Shumë faleminderit. falas dhe është me shumë kënaqësi. Madje jam i nderuar që i bëj reklamë shqiptarëve që duan Shqipërinë dhe duan dhe punën. Dhe nuk e duan Shqipërinë për të bërtitur s'ka punë. Dakor. Shumë faleminderit. Ere Veza Savio ka ardhur si bashkim i dy emrave, Sandri dhe Viola, po e bukur e kësaj gjëje është që ka ardhur me bekimin e ardhjes në jetë të djalit ton, Savio. Veza Savio bën 8 vjeç në 3 shtator, djali jon ka bërë 8 vjeç në mars, domethënë. Kompania bën të Kompania. fresta. Po. Pra. Kompania patjetër, Pra. pa diskutim. Ç'është kjo bëqelli që Atëherë kjo është vula, të dhënat që ne na po jo, ato shifrat i pash, po kjo ajo është një gjethe që ne tregojmë për freskinë e produktit, një detaj, domethënë për konsumatorin. Si kemi edhe një mesazh. Të shohim se çfarë ka qelluar. mesazh për atë që merr Putin. Po tani ju nuk e keni zgjedhur këtë. Jo, absolutisht jo. Është krejtë rastësore. Viola. Jo ka një gjitse kam përshtypjen kjo. Do ta heqësh poshtë ngritën? Të heqësh poshtë, po. Domethënë është e sigurt që ju nuk e keni zgjedhur. Absolutisht. Mesazhi është kur jeta të jep limona, bëj një koktejl dhe pastaj në TikTok. Do me thënë, shijohe jetën, e pastaj prishja shijen duke treguar se si e shijon. Okej, dhe Veza Savio ka ardhur në një moment goxha delikat për ne si çift. Në vitin 2017 startoi me një pulëri të vogël dhe ajo na solli një dështim në familjen tonë. Në 2018-ën kemi qenë në një periudhë që dëshironim të emigronim së bashku në Francë, ka qenë ajo periudha masive e emigracionit. Vendimi jon ishte i tillë që duhet të qëndronim në vendin ton apo duhet të largoheshim.
Na lind një ide si shumica e shqiptarëve në ato vite që djali jon duhet të lindte atje. Por lavdi Zotit dhe fatmirësisht vullnetit të dyve ne morë vendimin që fëmia jon të lindi në vendin e vet, në Shqipëri, dhe ne të rigjejmë edhe një herë energjinë që të hapim punën që si proces e kishim lënë në gjysmë. Po juve u njohët në universitet? Po, ne jemi njohur Ishit në një klasë, në një vit, apo Teobori aty? Teobori Bujsori? Isha një vit më e vogël se Sandri. Vim të dy nga Mokra e Pogradecit. Jemi njohur aty në fakultet. Me që the që e mbajmë më të mirë. Tani ma thuaj që si... Edhe të tregoj të vërtetën. Tregoj të vërtetën, po. I vija që qylit merja libra falës. I merja libra falës nga ky? Po, si isha gati. Po kishte edhe tjerë që mund t'jeve libra falës, pse vajte ke ky? Ajo lidhja nuk ishte njësoj. Me të tjerët, apo... I pra atëherë tregoj që më parë, pas të merja libra falës. Tregoj ti të vërtetën se nuk e thot. Atëherë që ditën e parë në fakt që jemi njohur, të jem realist, nuk ka qenë qëllimi që domethënë unë ta njoh për një interes të caktuar. Çfarë interes të caktuar? Ta njohësh për dashuri, më çfarë interes të caktuar? Po, domethënë por në sensi kur njeh një person ti nuk mund të kesh dot qëllime direkte, domethënë në kuptimin. Dashuria s'është qëllim, dashuria të vjen të merr përpara me gjithë qëllime. Kjo ndodhi eksakt, domethënë që na i theu ato barrierat ose ato premtimet që kisha dhënë. Çfarë premtime që më thishë, do në tjetër ti? Jo. Por që më dukeshe sikur po shkelja diçka në kuptimin që po e ndihmoj, po e përkra, por mos duket pastaj që pas kam pasur interes. Mirë po, çfarë interesi? Mos është interes ky. Kjo është e vërtetë. Kjo është t'japësh jetën për tjetrën, po çfarë interesi? T'japësh jetën. Nuk ndodhi shumë gjatë, po mbas 2 muaj që ne u njohëm, u përcaktua fati i jetës. Tani si ndodhi ajo gjëja? Kush e hodhi hapën e parë tani? Kush e theu vezën? Ti e theu vezën. Shenja ti dha kjo, po vezën do ta thejë unë. Nuk ka diskutim. Ky si puna e këtij. Po prandaj janë njerëz suksesshëm ta. Se janë njerëz serioz edhe që e masi mirë hapi. Jeni ju që i keni... Po ne jemi mbrapa kuinave. Bravo të aty. Por, si përfunduat në Kavaju tani? Kjo është nga interesant. dështimi që ne na ndodhi, kemi pasur bulari të vogël në një vend të Durrësit, në një nga fshatrat e Durrësit. Po pse dështoi vogla? Fakti tregoi që ne nuk ishim të përgatitur, përveç asaj që kishim dëshirën, domethënë të madhe. Filluat bashkë të dy. Po bashkë. Në çdo moment kemi qenë bashkë. Atje gjetëm vendin për të operuar objektin me qera dhe gjatë kohës që ne po mendonim për emigrimin, ne në fakt kemi bërë një dasëm që unë marr dhe rastin që t'i them të gjithë njerëzve që mos keni frikë nga dasma, gjithë të rinjve mos kenë frikë që të martohen, sepse ajo dasëm ishte edhe bekimi ynë. Unë në momentin që kam bler kostumin, tani dasma u bë me 2 net apo me 1? Është bërë me 3 net dhe më shumë. Cila ishte dasma më që s'duhet me pas frikë fare, ajo që bëret ti apo ajo që bën për një dasaj? Mendoj që të dy, sepse ku u tund më shumë gjëja? Mendoj te kjo, sepse unë isha shumë i të kurrur, shumë edhe pse kisha dëshirë dhe bëra një super dasëm, po në vetvete isha goxha i tendosur. Ti ëndri tendosur gjithmonë. Po. Unë i tendosur isha dhe unë, që nuk isha aq i ri edhe aq pa martesa sa ti. Kur martova prej vërteti, me të vërtetën, isha i tendosur edhe unë. Po, tendosja s'është për të punoj si ishin tjerët. Po, te Viola ka qenë goxha më mirë. Blej një kostum dhe aty njoh një person, domethënë që më jep një ide, sepse të jem realist, e kam thënë edhe në vendet e tjera, nuk kisha menduar deri në atë moment që unë mund të idhja një hap së bashku me Violën për të krijuar një biznes. Kemi punuar me pastërti, me fanatizëm për profesionin ton, aty ku kemi qenë të punësuar nga bankat e shkollës. Domethënë, dhe ai moment që ku ishit të punësuar paraprakisht? Kemi qenë në 2 kompani në Shqipëri, unë te sektori me vezë apo që merreshin? Unë te sektori i vezëve, ndërsa Viola ka qenë te sektori i pulave të mishit. Dhe ishit si specialist që po, si specialist, po. Dhe marr ngacmimin nga një person i panjohur që më thot Sandri merre kostumin, më ka dhuruar një palë këpucë që ato këpucë do jenë gjatë gjithë jetës time, domethënë dhe pularia besoj që do jetë shumë jetë gjatë.
dhe do jenë aty gjithmonë sepse ato kanë qenë si thua ai momenti që theu akullin. I lënë aty të polaria kush. Po, patjetër, sepse un kam qenë shumë gati, por nuk e hidhja do të hapin ose ta mendoja që ne mund të bënim një biznes. Vetëm ajo fjalë, theu çdo gjë dhe un fillova të ndërroj që mund të ndërtoj këtu diçka dhe jo që të largohem. Ky ka qenë ai momenti decisiv për ne, që të rikthehem te dështimi e hapëm sepse ndodhi kjo gjë, por nuk ishim të përgatitur. Ndodhi dështimi, rigjetëm edhe një herë forcat në 3 shtator të vitit 2018. Kemi gjetur pularin me qëra në kavaj, që e kam thënë edhe mbrapa diellit po të ishte ne të dy si çift dhe si familje atje do shkonin, sepse e kishim një luftë të madhe me veten. Ndodhi dështimi, por ne duhet të ringrihemi. Ai ka qenë momenti shumë special për ne dhe Veza Savio nga 3 shtatori 2018 dhe deri tani ka korruar sukses. Pas t'ja bëj pyetjen Violës, po ta bëj edhe ty. Momentin kur juve e bët planin. Natyrisht që duhet një financim. E di që në rastin tuaj nuk është mbase njëjta shumë, po ju duhet një financim. Ku e gjetët atë financimin? Si e sajuat atë financimin? Atëherë, fillimisht ne të dy vim nga biznesi që kemi hapur që në moshën 22 vjeçare. Unë me një startup që quhet Trip World dhe jemi dhe pjesë e Plug and Play në Tiranë. Dhe Silti, një agjenci marketingu, po në të njëjtën moshë ka hapur edhe biznesin e parë. Dhe kanë qenë kursimet nga këto biznese që ne kemi pasur më para. Po startupin e parë tani, se po të shkojmë më si e hape ato. Në startupin e parë disa kursime, sepse gjatë shkollës edhe punoja. Po se për të kriju idenë, sa ishte paka shumë ajo seed money startupit parë? Me 5.000 euro. 5.000 euro, sepse gjithë pjesa e zhvillimit të produktit është bërë nga ana jonë dhe nuk ka pasur nevojë për një investim. Po normal, 5.000 euro mund të fillohet një startup diçka, po. Po kjo e marketingun tonë, edhe ti me paka shumë një shumë modeste e kënis. Absolutisht. Biles ka nisur edhe në mënyrë pak më graduale, po themi, se unë kisha dhe i pasion për muzikën që pata mundësin dhe ushtroj. Në këtë kontekst, duke gjetur klient, duke kërkuar në për Tiranë sigurisht, buxheti ka qenë shumë minimalist, biles kujtoj edhe pajisjet që ne kishim, pasi marketingu sigurisht ka dhe ndërthurjet software-it, por dhe të hardware-it, pra ti duhet të kesh pajisje të mira që të prodhosh content të mirë. Me buxhet shumë minimalist, edhe më pak se Elisa, ndoshta tek 1.000-2.000 euro maksimumi si fillim, dhe pastaj sigurisht duke krijuar besim te klientët, duke qenë përkushtuar në punën që bënim, ata riktheheshin dhe ne krijonim kapital. Tani ju në çfarë niveli jeni në këtë produktin e ri, domethënë ju jeni tani përtej startupit në këtë produktin e ri, domethënë është një produkt solid? Po, mund të themi që ne aktualisht jemi duke operuar dhe me klient vendas, por edhe me klient të huaj. Tani mund ta thuash pak atë që bëni, që ta dëgjojnë ata që mund të jenë të interesuar që t'ju qasen. Ne operojmë në 3 fusha kryesore, nisim që nga zhvillimi i websajteve të thjeshta, tek zhvillimi i softwareve, sistemeve të informacionit dhe së fundmi trendi i AI, që neve e implementojmë në një mënyrë pak më të thellë se sa normalisht është përdorimi i gjerë nga njerëzit. Neve fillojmë me një proces auditimi për çdo klient që vjen, për çdo biznes që vjen, auditojmë problematikat që ato kanë, gjejmë hapësirat ku ato mund të optimizohen dhe në fund të ditës ajo që neve thuaj më trego konkretisht një gjë, një rast konkret, një biznes dhe çfarë bën ju biznes. Mund përmend një bashkëpunim që ne kemi pasur së fundmi me një konsorcium goxha të madh këtu në Shqipëri që e kanë nisur si biznes pastrimi dhe janë zgjeruar pastaj në disa kompania, nëse mund ta përmend. Jo, pastrimi kujt? Kompani pastrimi, pra e kanë nisur si kompani pastrim të rrugëve apo pastrim të institucioneve, bizneseve. Po qartë, do të kompani që merr përsipër pastrimin, po. Por ndër vite janë zgjeruar dhe është bërë një konglomerat kompanish që tash i fokusohen tek pjesa e providing të trajnimeve, bëjnë pjesën e kanë një e-commerce që shesin produktet e pastrimit dhe sigurisht duke qenë se ishin zgjeruar në këtë shkallë, ishte nevoja për optimizim dhe nevoja për shpejtim proceseve që në fund sjellin dhe mos fol me fjalë nda optimizim për shpejtim proceseve, po thuaj konkretisht kompania u lidh me juve i dhatë kompanisë si mbështetje, çfarë konkretisht? Çfarë ju përmirësua atyre nga pikpamja e operimit?
edhe nga pikpamja e cilësisë shërbimit dhe të ardhurave poshtë. Ne ndërhym pra në kompani, audituam kush ishin problemet dhe implementuam zgjidhjen përkatëse për ta që kishin më shumë shitje, proceset të bëheshin më shpejt, pa ndërhyrje manuale, ato gjëra që ju hanin inteligjencë artificiale. Ato gjëra që atyre ju hanin kohë për t'i bërë ditë për ditë vet, neve i ndërhym dhe i optimizuam, i krijuam një sistem. Dhe si shqiptohet kjo? Devable. Po. Se po thotë Devable. Çfarë është Devable? Jemi frymëzuar nga një kompani që quhet Lovable, që është një ndër kompanitë më të mëdha të software-it dhe vibe coding. Lovable e di çfarë është. Po dhe jemi frymëzuar edhe ne nga Devable, nga Lovable për të krijuar Devable. Po Devable nga se vjen? Lovable e marr vesh. Rrjedh nga fjala development, zhvillim. Development, se nuk vjen nga devil. Jo, s'ka lidhje. Se devil thash për ta devil? Jo, vjen nga fjala development. Devable, devable, në Instagram mjafton të shkoni tek Devable, pastaj keni email info@devable.com, pastaj adresa Mine Peza Tiranë, këtu s'ka as numër as gjë se ku ke Mine Peza, po shkoni aty, lidhuni me Minen edhe thoni ku është Devable. Se këta do vi dita ta bëjnë Minen të gjallë që të vi vërdall në për rrugë atje t'ju thot ku të shkoni. Apo jo, mund të bëhet. Po. Avatari Minës. Që sot ekziston teknologjia për ta bërë. Është një mënyrë për të faktikisht e thënë ndryshe zëvendësuar shpenzimet dhe jo domosdoshmërisht përfundimin e nevojshëm për të përmirësuar kompaninë që do të sillte pagesa e një konsulence, se do paguanit një konsulencë, do prisnit një kohë të caktuar, do vinin, do bëni intervista juve, punojnësve, tjerë, do ju sidhin pastaj një propozim që jo domosdoshmërisht do ishte i suksesshëm, për ta zëvendësuar gjithë këtë me inteligjencë artificiale, përmes një modeli që i ka të mbledhura brenda dijet e shumë konsulencave. Ky është koncepti. Është magjike. Dhe këta duken që janë në kontroll plot të gjës që bëjnë. Po juve ku i gjedet? Se kështu do pyesin këta. Atëre të ardhurat normalisht nga kursimet që neve kishim. Si e filluat dhe sa humbët nëse më ta thoni tek ai dështimi i parë? S'dua t'ju hap plagë të vjetra, po jo, tani nuk e kemi më problem. Bravo, sa më mirë. Ajo mirë që ndodhi, në fakt. Shiko, Steve Jobsi ka atë fjalimin e tij të famshëm që është fjalimi nga më të mëdhtë, nga më fjalimet më të bukura të ndonjëherë që shpjegon se si e gjithë rruga e suksesit të tij u përcaktua nga ndodhit që në momentin që ndodhen ishin ndodhi negative për të, ishin përjashtime, dështime, refuzime, dhe në fund, po mos që ndodhë kjo, unë s'do shkoja të bëja këtë. Dhe po mos bëja këtë, nuk do ndodhë kjo. Dhe po mos më binte tavanin kohë këtu, unë nuk do kisha dalë nga ana tjetër. Dhe më thënë, që që ndodhë, nuk s'ko ndodhë. Po sa investuat ju në fillim? Kjo është e mëshiruar tek ne, sepse të gjithë proceset që kanë ndodhur, kemi qenë në kohën e dur në vendin e dur, pavarësisht dështimit dhe pavarësisht ngritjes pasaj. Dështimi ka qenë 24 milion lekë të vjetra, dhe për ne ishte shumë fatale për familjen tonë. Po si, ato ishin të mbledhura kështu, jo, nuk ishin kredi. Jo, në atë moment nuk ishin kredi. Në faktikisht kemi humbur gjithë lekët që kishin. Gjithë lekët që kishin, përveç asaj. Tani ku i gjete lekët e tjera që filluan nga e para? Ishim përballë unë isha përballë një lufte që më luftonte vetë nga brenda. Dhe ti thosha Violës dhe familjes time që ai tani jep edhe një herë në këtë varkën që kishte marr ujë dhe ishte drejt fundosjes, ishte shumë fatale. Mirë po përsëri mora vendimin, diskutoj me prindrit edhe me Violën, i thash kjo është varka, nuk e dija në botë se ku do t'i gjeja lekët, thjesht gjeta objektin me qira, gjeta edhe pulët ku do t'i bleje, edhe i thash kjo është varka që unë po ipi, ju keni të drejtën e botës në këtë moment të mos ipni me mua, por unë jam i detyruar të ipi.
Kemi gjetur lekët tek njerëz, te dashamirës, te kushërim, pavarësisht se e theksoj, reputacionin tim e kishin rëzuar për tokë. Domethënë, nëse unë kisha takuar siç i kemi sot çiftin përballë dhe më kishin njohur në atë periudhë, dikush tjetër do t'i kishte folur që mos e beso sepse ai ka dështuar. Dhe mos ja merr të mirëqen këtë që thot. Isha përballë kësaj situate, por Zoti ne i dorë na eth, ne i dorë na pret. Dhe ishte fati i familjes time që ne ta merrnim atë vendim në atë moment, sepse mund të ndodhte në shumë vite të tjera më pas, por nuk do ishte i njëjti proces, i njëjti fat. Sa investuat fillimisht te kjo? Shkuam në 2 fishim, domethënë nëse ishim 24 milion lek borx, ne na u deshën edhe 24 të tjera që ne të ringriheshim, domethënë të startonim. Por fatmirësisht njerëzve, dashamirësve që do filluat prapë me shumë modeste. Me shumë modeste, po në atë periudhë. Sa është investimi i përgjithshëm që keni bërë deri tani në atë, se ju keni 40.000 krerë. Është qamet i madh me pula, kush e ç'bëhet atje? Së fundi ne kemi përfunduar projektin e një pularie të mrekullueshme me standard 100% europian dhe besoj që dhe me krenari e them që nuk është krenari vetëm për Shqipërinë, por është edhe për rajonin, për pajisjet që ka. Ne e kemi marrë në mbështetje me bankën, është përfunduar pularia. Është përfunduar, s'është projektin, pas kemi përfunduar projektin për ta bërë. Jo, është përfunduar. Banka besoi te vizioni jon, domethënë, sepse nuk kishim gjë tjetër përveç se vizioni. Sa investuat aty? Afërsisht po shkon mbi 2.3. Ashtu. Po. Është një risk i jashtëzakonshëm, domethënë, dhe përveç të asaj dhe sistemit të implementuar brenda, domethënë. Ne na ka automatizuar shumë procese. Kredin e keni marrë kredi të arsyeshme nga apo është e fortë? Është me e arsyeshme për situatën që ishte 5.5% interes. Domethënë, është fatkeqësisht pak më lart nga 3% që po ofrohet tashmë, domethënë. E kishim kohën shumë të limituar dhe na duheshte që neve të përshpejtonim procesin, se nuk kishim më kohën, nga që objektin që kemi gjë që keni plan apo ka plan për më shumë më pas? Patjetër që me objektivin që Shqipëria ka, që ju keni, që të gjithë ne bashkë tashmë e kemi, me hyrje në Bashkimin Evropian, me një treg që do jetë më i zgjeruar, ne tregu do jetë, po duhet me pas produktet, se ju e dini se çka kemi heq. Qa heqim me vezën? Nuk e diskutim. Unë e them gjithmonë që ne tek veza nuk kemi riskuar vetëm sipërmarrjen. Ne të dy kemi riskuar dhe profesionin tonë. Jo, po qa heqim me vezën në aspektin e Bashkimit Evropian? Patjetër, ne jemi 100% të përgatitur. Sepse ata jo se vezët tona kanë një problem, se këto hanë gjithë, po. Ata kanë me shumë modesti e them që ne në shumë vite, jo vetëm ne, po në Shqipëri kryesisht, tregu i vezëve ka qenë në një nivel shumë të lartë. Po, e di. Keni një gjë tjetër për të shtuar ju, nëse ju ka ngel një merak? Riviera më duhet se ke diçka për të po jo, vetëm doja të thoja këtë që neve kemi sistemin e fundit free range, që pulat janë të lira, nuk janë në kafaz. Është një goxha risi, standard i ri. Si të lira, ku i keni rrugë? Jo, në kapanon janë, por janë të lira që mund të shëtisin nga një cep në tjetrin, nuk është sistemi... Nuk është ai sistemi klasik i kafazën. Nuk janë ato gjërin kështu si ushtarë. Por mendojmë që me përfundimin e pjesës së jashtme të pularisë kemi dëshirë që dhe ta vizitoni nga afër. Jo, do vi patjetër. Do vi patjetër. Po vezët në çfarë volumesh i tregtoni? Momentalisht operoj me pjesën e rrjetet, nuk e di nëse mund t'i them rrjetet e marketeve që operojnë në Shqipëri. Me pjesën big markete, Joena, Spar, Xhangol, Jata, do në gjithë pjesë e rrjeteve. Dhe si volum të me keni volumin të konsiderueshëm? Po, patjetër, momentalisht në situatën që po flasim jemi me 30.000 kogra vezë, për arsye sepse në njërin nga kapanonet kemi pulat më të mëdha dhe në kapanonin tjetër kemi zojsht. Po mirë, po sikur ju e keni treg për shembull. Po. Treg të gjerë që është i gatshëm t'ju marrë vezët, ju mund t'i rrisni kapacitetin? Patjetër, një kontratë e mirë, po. Një kontratë e mirë, sepse kemi të bëjmë me një produkt delikat. Tokës e kemi hapësirë për ne që ne të zhvillojmë, se kemi 2 hektar tokë. Ju jeni
gati që të vazhdojnë. Edhe me nismën që ju keni marrë së fundi, dy kisha ndërmarrjen tënde. Po për pulat ju e bëni dhe me mishin e pulës apo nuk i keni hyrë asaj? Nuk i kemi hyrë, faktikisht Si e Europa trajtoni këtë pjesë? e kemi siklet, Apo i bani pulat derisa ndahen nga jeta? Jo, sepse për ne, domethënë, është i problemi i tillë që kur bie rendimenti në 75%, ne jemi të detyruar që të bëjmë ndrimin e ciklit. Momentalisht operojmë duke shitur në treg të gjallë, por që normalisht duke qenë që Europa ka disa kushte dhe disa trajtime, domethënë që asgjë nuk shkon dëm, por që pulat kanë një cikël të mbyllur që mund të shkojnë, po themi, në një përpunim dhe të trajtohen për një treg të caktuar, sepse ato deri në momentin që ne i heqim, ato janë pula të shëndetshme. Ju i jepni të tjerë. Po, të tjerë. Sepse është ai i shes. Sepse vetëm ata mund t'i marrin, por që ato janë shumë të shëndetshme, thjesht për ne nuk kanë më rendiment, nuk e konsumojnë më shumë se sa na prodhojnë. Kjo është ideja, jo se Pas ka akoma dhe studio, jam shumë kurioz. Hape njërë ti, që do të dali këtu, pare se ta mbylli, se mua më doli që ke nga truma jo me limone me TikTok, hape njërë ti, që do të dali këtu. Mendoj që ta provojmë Po prapo, e di, e kuptova i gëndin se ku ka më shumë, po hajde hape njërë. Hapim njëherë çfarë kemi këtu. Kurios, që do të dali këtu. se si zgjodhen. Jo, më lejnë zgjodhen. Kemi ashtu Me ile s'kemi. Hajde. Ta lexoj? Një sekundë. Ja, unë s'ka parë për shembull. Një sekundë se dua të përqendrohem. Sketi? Fare? Si ka mundësi, mund të provojmë tjetër. Rastisur që E ka ngrënë pula. Me Do të sillemi tjetër, se do ta gjejmë se s'bën. Në krahët e familjes gjendet gjithmonë paqja. E bukur. presion direkt për të. Patjetër. Shumë mirë. Merja do 10 kokra ves, edhe bëj burrit arshëm një omelet gjigant, se e meriton. Ty si doli? Kurios. Unë nuk gaboj kurrë, përveç kur mendoj se jam